Një mjek i imazherisë në spitalin e Fierit, Gëzim Taullaj, është arrestuar pas një hetimi 4 mujor i realizuar në bashkëpunim me prokurorinë e Fierit. Taullaj akuzohet për shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv, pasi merrte rishfet nga pacientët për të kryer ekzaminime ekografike. Sipas policisë, mjeku është kapur në flagrancë duke marrë një shumë parash nga një pacient për të kryer një ekografi abdominale. Hetimi ka zbuluar se gjatë orarit të punës, Taullaj shpërdoronte detyren duke vizituar pacientët në 2 klinika private të Fierit, ndërsa ishte i angazhuar në spitalin publik. Gjatë kontrolleve në banesën e tij, u gjetën dhe u sekuestruan shuma të konsiderueshme parash, përfshirë 1.857.000 lekë, 39.155 euro, 2.370 pound dhe 75 dollar. Këto sasi parash u morën si provë materiale për hetime të mëtejshme. Gëzim Taullaj është akuzuar për shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike, pasi përdorte pozitat e tij për të përfituar para në mënyrë të palishme. Pas arrestimit, materialet procedurale janë dërguar në prokurorinë e Fierit për veprime të mëtejshme. Ky rast është një tjetër goditje ndaj korrupsionit dhe abuzimeve në sistemin shëndetësor, ndërsa policia ka theksuar se hetimet do të vazhdojnë për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje.